أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد اللهم falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush e humb ndërsa atë që ne lënë të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë i dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam familjes së pasër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë radhë të parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që ky fillim të jetë fillim i mbar, të jetë fillim i bekum, dhe lut Allahun që gjithë ato që cilat i themi këtu Allah subhanahu wa ta'ala nesër na i peshojnë peshorën e veprave të mira. Inshallah ta'ala të dashurit e mi, në radhë para se me hy tek tema, me i falendëru vëllezërit që e kanë organizu këtë ligjerat, dhe të të jem ranë pajtim me ta që me qenë kjo ligjerat 2 herë në muaj, me qenë fillim të mujit edhe në mes të mujit. Inshallah ta'ala, kështu që lusë Allahun, Allahu me nadhuru sinceritet, në fjalë dhe në vepër dhe me na bëu nasib me përfitu prej kësaj teme. Me të vërtet të nderuar vëllezër, librin apo kapitullin që do ta trajtojmë prej koleksionit Imam Buhariut është pi kapitujve, më me thonë pi kapitujve më të rëndësishëm, e sidomos në kohën tonë. Imam Buhariu ju e dini koleksionin e tij e ka ndarë në 97 kapituj. I ka gjithsej 97 kapituj. Dhe secilin kapitull e ka quajtur me emrin që i përket apo hadithet që lidhen me temën. Ne inshallah taala do të flasim rreth kapitullit Kitabul Fitan. Është një pikë kapitujve që ulemat i kanë jepur rëndësi prej selefit. Ka pas prej tyre kanë shkru libër të veçantë, sikurse Nuaim ibn Hammadi rahimahullah. Nuaim ibn Hammad e ka marrë ka shkruar një libër të veçantë rreth fitnave. Është shumë më rëndësi me njoftë këtë problematik e sidomos në kohën tonë, në zamanin tonë ku ne pa dyshim se ballafaqimi jonë me fitnet është shumë më i madh se që ka qenë të kalumen. Për atë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka paralajmëruar, sikurse ka ardhur në Sahihun e Muslimit, rahimahullah, hadithi që flet rreth fitnave, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khair." Thot nuk ka pejgamber që ka qenë para meje, vetë se ka orientu ummetin e tij ka khajri. Ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum sharra ma ya'lamuhu lahum. Thot, jau ka mësu khajrin që ka i vete ka ditë edhe sherin që ka është ditë në kohën e tyre. Wa inna ummatakum, tash ka për ne, që tash është me i hap vesh të mirë. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. E sa i përket këtij ummeti që e nana, thot, fillesat e saj të para. Kush janë fillesat e para? Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, tabiinët e atba'u tabiin, ato qurunul mufaddala, ato 3 gjeneratat e arta, thot sa i përket fillesave të saj të para janë konë në çka në shpëtim. Shpëtimi do të thotë qëndron në fillesat e saj. Ndërsa thot fundi i tij do ta godasin sprova të mëdha. Edhe na jena dëshmitar sprovat e po që i godasin muslimanët, sa ndalet një sprovë në një vend muslimanëve veç kur çelet një varr tjetër. Ne jena dëshmitar vetë që tash nuk kisha pas dëshirë më janis nëse cilën me marr me përmend se kish më uzot kjo ligjerat as shumë, po besoj që secili pe juve e kupton ato që kam të thonë. Ndalet një bela te një vend i muslimanëve veç kur hapet në një vend tjetër, dhe kjo tregon domethënë jo që na kena shybe në fjallën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po delën pa. Unë shpesh herë thom, jo për ne që besoj, po për ata që ka një herë hudhin dyshime për ball pejgamberisë, pejgamberi thom subhanallahu ku i kanë merr këta njerëz, thon.
A unë mi bindum që ata në vetvete e din që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është hak, po i natët e tyre, teket e tyre, epshet e tyre nuk e lojnë me e pranu këtë realitet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashurit e mi na ka përmend shumë hadithe, kanë ardhur shumë hadithe, kanë ardhur pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që tregojnë gjendjen e vështirë që do të jetë në akhiruz zaman, që në akhiruz zaman, në kohën e fundit. Po ashtu do të thotë na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cilat gjenerat që ka me ardhë tjetra pas tjetrës ka me pa diçka maron dhe maron. Ashtu që ka ardhur edhe në hadith është përmendë dhe që është një pi haditheve që ne inshallah taala kemë trajtu këtë hadith, na vjen Kitabul Fitan e ka përmend Imam al-Bukhari, është hadithu ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kush do të jeton për juve, do të jeton ma shumë do të thotë fasayara ikhtilafan kathira, ka me pa mos pajtime të mëdha të musliman. Edhe kjo është më të vërtetë është të vjen dhëm zemra kur isha musliman, sot për çam jon dojnë me hungër njëri tjetrin. E harxojnë energjinë e njëri tjetrit, ndërsa armiki i tyre real ai don me I përbi. Kjo për me të ardhme çajt. Pastaj padyshim se gjërat dallojnë pe kohës në kohë. Fitnet dallojnë pe kohës në kohë. Sahabet, tabi'int, etba'u tabi'in e kanë pas ma letë se na. Pse kanë pas ma letë se na? Se kanë jetu në kohën e wahjit. Sahabet e kanë pa wahjin të zbrit. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afër. Ka qenë pas vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë afër kush? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Alija, jo kanë ndo njerëz të mëdhaj. Me vdekjen e këtyre njerëzve të mëdhaj, me largimin, domethënë sa më shumë që jam largu prej kohës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë nis fitnet me shku mbushtu më shumë e tu paksu njerëz të hajrit, ka njerëz të hajrit, po jo sikur që ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si ka qenë do të thotë në kohën e sahabeve të ndershëm. Për atë që çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tregon se njerëzit do të ndryshojnë. Edhe gjërat kur të ndryshohen, ato ndryshime disa kanë me I bo fe. Kur ka marrë dikush me tentu ato me I ndru, me I kthy çka? Me I kthy në bazë, kanë mu etiketu. Shqyqaj këtë hadith, vallaj, bilaj, sikur se na flet për zëmonin tonë. Që ky hadith ta jep për shtypjen ty se o ka folën kohën tonë. Të shaj hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është hadithi Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, thot kayfa bikum idha labistum fitnatu yarbu fiha as-saghiru wa yahramu fiha al-kabir. Thot çdo të bëni ju, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kur do t'ju mbulojnë juve fitnet, sprovat, në të cilat sprova do të rritet I vogli dhe do të plaket I madhi. I vogli do më thonë rritet. I kalon këtë jetë e ti të rritën sprov. Tjetri I ri që është plaket në sprov. Dhe ajo fitne do të merret thot si tradit. Ka dole. Do të merret thot si tradit. Çka tradita? Sunnet. Do të merret si sunnet. Thot çisha thot në hadith, dëgjoj pashallah thot. Wa yattakhadhu sunnatu fa in ghayyirat yawman qila hadha munkarun. Thot nërsa nëse tentohet që të sunnet të cila është fitne, mbajnë në mend dashurit e mi, çdo gjë që është jashtë Kur'anit edhe sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është fitne. Edhe nëse ajo mbulohet me mbulesë të fesë, edhe nëse ajo thirret se është fe, a është jashtë Kur'anit edhe sunnetit, vallahi është fitne. Wallahi billahi është fitne. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse tentohet që ato me ndryshu, do thot me kthy fen fe, çka kanë me thon? Kanë me thon kjo është diçka e qortushme, diçka e çka? E huj, diçka e keqe. Ai po ju thot vjen ti I thush, ma besë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë punë se ka bë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po do më na ndru fen këtu neve. Po na që 500 vjet janë çështu, që mashallah të kofti. Ti që 500 na qenë 1447. Nëse është puna me numra, me janis më ushty, që dini nuk ka me të shtyme, pra, ti po thush që 500, na që 1447, pra. A ma I madh numri 1447, a 500? A mjafton? Wallahi mjafton besimtarit kur I thush, pashallah, ai që e ka eduku veten, në frymën e Kur'anit dhe sunnetit, kur ti thuhet ati, ka thonë Rasulullahi, ka bo Rasulullahi, ka urdhëruar Rasulullahi, qetësohet, s'ka nevojë aty më me nis tani diskutimi ja kështu, ajo ka thonë kjo.
Sahabët janë edukuar e kanë di fjalën, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë çka ka pas? Sami'na wa ata'na. Dëgjuam dhe u nështruam. Allahu na bof pejtën ya rabbel alamin. Për atë dashurit e mi, pse ju pengon njerëzve kur vjen dikush tenton me e ndryshu atë të keqen, me botë mirën, me pru ato të vërtetë çka Zoti ka zbrit me ta, se njerëzit janë lidh për ta. Janë mësu me ta. Janë mësu me ta. Edhe nëse ne shiqojmë realitetin çka na gjindemi sot në ta, e shohim se njerëzit lujnë, apo njerëzit janë si ai kameleoni. A ke pa kameleoni? I ndron gjyrnat, ka kalon ka e kuqja botë e kuqe, kalon ka e shelta botë e shelt, kalon ka e bardha botë e bardh. E disa njerëz që shtojnë si kameleonat janë apëtan. Edhe Hudhejfja radiallahu anhu, që shasha na ka tregu, na ka kallzu atë mijarin, atë njësin matëse që e tregon njeri, a o ka hecën në gjade, a së të hecën në gjade. Shumë më rëndësi këtë pyetje me aboti vetës, me thonë, a jam të hecën në siratul mustaqim? A së jam të hecën siratul mustaqim? Qa thot Hudhejfja radiallahu anhu, ndëgjaja hadithin, fjallën e Hudhejfës. قال حذيفة رضي الله عنه الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف إياك والتلون في دين الله. الله أكبر. Thot Hudhejfja radiallahu anhu, humbja e vërtet, devimi i plot dhe i vërtet është që të njohesh si të drejt atë që ma pare ke njohët çka si të devijume. Jo ndo njerëz a thonë, Wallahi billahi, edhe që ke fjale Hudhejfës, i të betonan Allah subhanahu wa ta'ala, kur isha të e bogati dersin, të shaban ja Rabbi. Esha optan. Esha një njeri, djej ka thonë një sendit haram, sa dhe ka bu halal. Ama këto, kësha pas dëshirë që të fjale në Hudhejfës me kuptu drejt, me qitën vendin e dur, se shpesh herna kena vlazën tonë, djemë të ri, marë, dhe ka thonë Fudajli bin Iyadi, o mashallah, qashtu, ka thonë Fudajli bin Iyadi, ja me qëtë vendin një dur, ka dole. Hudhejfja ndëshesha po thot dalalet është me i thonë ti një punë që i ki thonë haram, me i thonë halal. Ama nëse ti kiran një punë për një arsyet caktume, jeron një punë, ka momente jeta nuk është gjitha po pëtanë që shmendon ti. Vjen një moment, ndoshta jeti në pozit pa lakmushme, që ti s'ki qef më konë që aty. Ama me bo me të pyt dikush ty, që tu ku je, a je në halal, a je në haram, jo thë që kjo haram është pëtanë. Nuk jem fjallën Hudhejfës që tu. Fjala Hudhejfës është që kur ti halalin e bën haram edhe haramin e bën halal, që kjo fjala Hudhejfës. E duhet me pas kujdes, pse thot iyaka wat-talawun fi dinillah, thot ruhu, ki kujdes nga luhatja dhe ndryshimi i paqëndrueshmërisë në fenë Allah subhanahu wa taala. Para të arsye dashurit e mi, kjo ke vesh një hyrje, ka dhe shumë që ka më fol. Ke vetëm se një hyrje e vogël për me kuptu bashkarisht në rëndësinë e madhe që e ka ky kapitull për këtyre kapitujve. Që unë e kisha pas qef, se cilit për juve, falenderit për respektin që i keni prezentu këtë, për ju kisha lut, më mundu, mbasi nuk është edhe, më konë kjo që është 2 herë në javë, 3 herë në javë, kisha thonë zërë se ka, dikush provime, ka, si, është 2 herë në mujë. Më mundu me përcjellë se temat janë të ndërlidhura njëna me tjetrën, e kanë lidhshmëri njëna me tjetrën. Edhe besoj që vallahi billahi shumë është e nevojshme në zemanin tonë me e lexu çet kapitull. Unë ju them drejtën për veti, vallahi kam disa kapitull në Sahih al-Bukhari që ko pas kohë, ja lëshoj syt ka hera dhe lexoj shpejt auton. Çka veç më apo vetit një tadhkir, një përkujtim, i thonë ka dalë ornes, ku jetu shku? Çe tu bo? Nuk mundesh me qëndru në rrugën e drejt nëse nuk ja jep vetes një rikontrollim, po them, një refresh. Dush me apo non-stop vetes një refresh. Non-stop vetes me llogarit veten. Që ka thonë Omeri i Madh radiallahu anhu, ka thonë hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogarituni para se të llogariteni. Ai që se llogarit veten, vallahi ai ka me dështu. Ti e ke pa në dynjë, punë të dynjes. Tregtari i mirë çka bën? E ka atë regjistrimin mujor. Tyrat dalurat, i këshyr. A ka më shumë tyra, a ka më shumë dalura, pse? Për mos mi dështu biznesit i tij. Edhe të edhe në nuk guxojmë me elon ahireti janë, se nesër mund me dalë para Allah subhanahu wa ta'ala, qka? Me dalë 0-0 nëse në kujtëm llogaritë mirë si duhet. Atëra mendime dhe lejnë Allah subhanahu wa ta'ala, po hymë bi'idhnillahi ta'ala në kapitullin e Kitabul Fitan. Kitabul Fitani.
kapitulli që shtash Imam Bukhariu i ka numëruar 97, ulemat i thënë aksam. Qism është pjesë. Po Imam Bukhariu i ka emëru kitab, ka thonë Kitabul Ilm, Kitabul Wudu, Kitabul Riqaq, Kitabul Fitan, Kitab, do të thonë Fadailus Sahabe. E kështu me radhë, do të thonë. Kapitulli për kapitullave që e ka përmendur Imam Bukhariu është Kitabul Fitan, që është kapitulli mbi sprovat. E kanë nisë me një ajet në surën Anfal, ajetin 25, ku thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ba'da udhu billahi minash shaitanir rajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Thotë Allahu te baraka wa ta'ala, ruajuni nga e keqja, do thotë nga dënimi. Nga dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala, që nuk i godet vetëm ata që janë mizor. Nuk i godet veç mizor. Nuk i godet vetëm mizor për juve, por i godet edhe të mirët, kur i godet, dhe ta dini se Allahu është ndesku shiret, kur i godet edhe të mirët, kush e din? Kur goditen të mirët? Ha? Kur se ndalojmë të keqen. Ummeti janë, ummeti Muhamedi s.a.s. që shtot pejgamberi s.a.s. kom lyp prej Allahut, mos më shkatru ummetin tem, që shkatru ummetet para këti ummeti. Thot më ka jo jep ky epitet i këti ummeti me një kusht. Nëse në ummetin tem ka asi që urdhnojnë të mirë dhe ndalin për të keqes, është garanca se nuk shkatruan. Që Imam Bukhariu, se fitnja më e madhe dashurit e mi, fitnja më e madhe është ti me pa të keqen edhe mos me ndalë ato. S'ka fitnja më të madhe. Me ditë ti që ajo është e keqe edhe ti se ndalë. Që tha Imam Bukhariu e ka nisë me këto, po unë e kom adet. Ju thësha shtash kom nisë edhe këtë libër me shpjegu me dovllazën në Trubohavc. Gjumon që shkoj, që e lam pas, e kom pas më dhe i kom thonë, ky stil i ligjeratave, dallon pak për ligjeratave që i kena, do më thonë, ato ligjeratat që janë në për xhamijat tona, sa ty ka ma shumë këshilla, kjo pak ka me kom pak ma, një nivel pak ma të nelt. Pak nivel akademik, edhe dojmë ja përshtat mbasi akademia e thera, o tonë ju përshtat pak edhe emrit. Kështu që stili ligjeratës është mas parti me i lexu ato që i ka përmendur Bukhariu, tani me i komentu. Kështu që unë tash para juve du me i lexu. Ajetin që lexova është argumenti i parë që e ka përmend. Pastaj e ka përmend hadithin ku thot haddathana Ali ibn Abdullah haddathana Bishr ibn Sirri حدثنا نافع ابن عمر عن ابن مليكة قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على الحوض أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على قهقرة قال ابن مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو نفتن. حديثي بار është hadithin që e transmeton ibn Ebi Mulejke prej Esmas çikës e Abu Bekr radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, une, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të jem te haudi. Haudi, e dini, është kroni kuj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që e pret ummetit ti me jep me pi. Thot unë do të jem te haudi duke pritur, kush po vjen tek unë. Por disa persona thot do të pengohen ndërsa unë do të them ata janë ummeti im. Atëherë u thuhet, ti nuk e di ata janë kthyer në besimin e mëparshëm, janë bërë çka? Renegat. Pastaj Ibn Mulejke kur e ka ndiket hadith prej Esmas, ka bu dua, ka thonë edhe kjo është vajib për besimtarin. Kur të ndin diçka të fitne, ke ndëgju diçka që ka të bëjë me fitnet, më njëherë duhet me kërku istiadhe, me kërku mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala për asaj fitne, dhe tha Ibn Abi Mulejke, o Allah tha kërkoj mbrojtjen tënde nga kthimi i besimit të mëparshëm ose sprovimi në fe. Argumenti tjetër që e ka përmend është hadithi Abdullah ibn Mas'udit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum ala al-haudi, thot unë ju parapri juve te haudi. Ju pres te haudi. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Do të ngriten, do të ekspozohen para meje disa njerëz për juve. Idha ahwaytu li unawilahum ukhtuliju duni. Kur bona në gati thot, mu afruta ata mu jep me pi atyne. Pe haudit, ata thot merren prej meje, mi marrin.
fa aqul ej rabbi ashabi yaqul la tadri ma ahdathu ba'dak. Do të them, këta janë shokët e mi o Zot. Do të më thuhet ti nuk e din çka kanë shpi këta pas teje. Dhe hadithi i fundit që e ka përmendur Imam Buhariu në këtë kapitull është hadithi Sahel i Abi Hazim. قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. Thot Abi Hazim e kom dëgju Sahel ibn Sa'din duke thënë se e kom dëgju pejgamberin alayhis salam duke thënë se unë do t'ju parapri juve tek haudi, men waradahu sharaba min, kush kalon ka haudi ka me pi, wa men sharaba minhu lam yadhma ba'dahu abada, e kush pin pe haudit nuk e kap etja më kur. La yaridu alayya aqwamun a'rifuhum, do të kalojnë disa njerëz të cilët thot unë i njoh. Thot pejgamberi sa unë i njoh ata. A'rifuhum wa ya'rifuni, edhe ata më njohin. Thumma yuhalu bayni wa baynahum, atë do të bëhet një pengesë mes meje dhe tyre. Qala Abu Hazim fasami'ani Nu'man ibn Abi Ayyash wa ana uhaddithum hadha. Thot Abu Hazmi e kam marr nga Nu'man ibn Abi Ayyashi. E kam marr të përmes ndëgjimit, e kam ndëgju. Ndërkohë po tregoja thot unë kët. E ai thot më tha, e kështu tha e ke dëgjuar Sehlin? I thash po. Më tha atëherë unë dëshmoj se e kam dëgju Ebu Sa'id al-Khudrin radiallahu anhu duke shtuar në lidhje me këtë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ata janë prej meje, innahum min ummeti, innahum minni, ata janë prej meje. Fa yuqal, do t'i thuhet, innaka la tadri ma baddalu, ti nuk e din çka kanë ndryshuar ata. Se din. Nuk e din çka kanë ndryshuar ata pas teje. Fa aqulu suhqan liman baddala ba'di, larg ai që kanë ndryshuar prej meje. Çto janë dashurit e mi hadithet të cilat ne inshallah taala do t'i marrim me emrin e Allahut, edhe siç në hadith prej ajetit edhe hadithet do t'i komentojmë, do t'i japim nga një koment, që komentin e kena të bazuar prej librit të Sheikh Abdul Karim al-Khudairi, është një pi ulemave të mëdhej në Arabinë Saudite, që është një pi komentimeve më të bukura që e ka bëu Kitabul Fitan, e unë e kam përpara, po unë e kam bëu pak sikurse ajo bleta që e merr nektarin, i kom mbledh pak pi Sheikh Uthayminit, pak pi Bin Bazit rahmetullah alej, pak pi këtij, pak pi atij, kështu që do të mundohem me pru diçka që është më e mira që është përmendur rreth kësaj çështje. Mas parti Imam Buhariu e ka emru ka thon Kitabul Fitan, kapitullin mbi fitnet. E ka nis me çka? Me bismillah. Ky është adeti ulemave kur nisin me shkru libra, nisin me çka? Me bismillah. Pastaj e ka përmend një ajet. E ka përmend një ajet ku është argumentu me emrimin e kapitullit. E ka nxirr pi ajetit. Wattaku fitnatan. Apsha Kitabul Fitan e ka marr fjalën fitne prej ajetit e ka qitë, dhe kjo është ka dhënë stilin e lartë dhe dijen e madhe që e ka pas Imam Buhariu. E ke pa do kur bojnë, unë e thom lehin si qenë, e ke pa se qeni s'ka punë tjetër, veç me le. Po të le që shka thoni Ibnul Qayyim rahmetullah alej, ulurimet e qenëve nuk ja hupin shkëlqësin qa? Hanës. Nëse monin ta, pa, ka njës disa zona me dole, ja ka njës me le përbali Buhariu të filonit, të fisteki, që tash mos të bëjnë këtu si kurse pjesë të lajmeve me përmend emra, se kon fort merak, ama Arabët thojnë një fjalë, el-labibu bil isharati yafham, i meshmi mervesh me isharete, e unë ja kom shtu, kom thonë budallës edhe mi avizatu, s'mervesh. E unë lusë Allahun subhanahu wa taala që në mesin juj, e në mesin e muslimanëve gjithë me pas të meqëm, budallt me na i këfill, nëse ka. Nëse si unë për mu këfill, Allah në pastrof për të në s'na vynë në safa me pas budall hiq. Se e në një kohë kur në vynë, që shtat Omeri, el mu'minu fatin, besimtari o me ndjepret, në vynë besimtari me ndjepret, të meqem, të urt, që din me e përqu mesazhin hynor, ashtu qysh Allah subhanahu wa ta'ala është i kënaqur. E Imam Buhariu shisha, kreti ka nxirra, pi Kur'anit dhe Sunnetit, nuk ka dalë me filozofina prej vetvetes ti. E ka nxjerr pe ajetit në surën Anfal ku Allahu thot wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Me këtë ajet ka dash mu argumentu Imam al-Bukhari me tregu se fitnja kur të vjen nuk i godet veç ata të këqit. Veç vepër këqit si godet. I godet që të gjithë të mirë të këqit, kur i godet? Kur të mirët nuk e ndalin të keqen. Kur të mirët
nuk ndalin prej keqes, atëherë do thot Allahu subhanahu wa taala e përfshin, dënimi i tij përfshin që të gjithë. Çata Aisha radhiyallahu anha kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë ja Rasulullah, në mesin ton ka të mirë, e Allahu na shkatron? Thot po, pikrisht Allahu nis pe të mirëve shkatrimin. Kur ata nuk e ndalin të keqen. Kur ata nuk e ndalin të keqen. Për çata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, na ka treguar maratibul inkarul munkar. Ndalja pe të keqes ka shkollë. I ka 3 shkollë. Është në hadith. Ulemat i kanë thirrë të shkollët e ndaljes të keqes për hadithit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, "Men ra'a minkum munkaran", kush sheh juve ndonjë të keqes, falyughayyir biyadihi, le ta ndryshon ato me dorën e tij. Kjo shkolla më e lartë e imanit. Fa in lam yastati, nëse s'ka mundsi, fa bi lisanihi, me gjuhën e tij. Fa in lam tastati, nëse s'mundet edhe me gjuhën e tij, fa bi qalbihi, me zemrën e tij, dhe ky imani më i dopt. Me bo Zotin arrujt, te dhune, me po të keqen. Me bo mos me të kalu opinione pishtën e të rijave, si ki pun të mirë. Vëllaj si ki pun të mirë. Unë e pëtut në ka njëherë që na u kanë bo i mund të këqijat. Ja kena nisë mu pajtu me to. Tash unë nuk ta di zemrën tonë dhe t'jesë ma di zemrën teme. Dhe që ka njerë për reagimeve tona, e shë që nasë dështë asë me zemrë, nuk i për ju urejmë të këqijat. E di shka rëzike, kush e din? Po kam qef me e bo një pytje. Se une, kush vjen ndërës të ole peja, ti e din. Une kam qef me ju vetë. Kush e din që ka bohet, Zotin arrujt, njeri unë mës me urejt me zemrën e ti të keqen. E dini? E që ka thonë ulemat? Ka ulemat që jonë shumë mu të shetë didin, e shtrangojnë këto, thonë kë njeri së është musliman. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani më i dopt është me zemër me ndal të keqen. Më i dopti. Demek nëse se ndal me zemër, s'ka iman keq. Naudhu billah. A pse sa rrezikshëm është? Tash dikush mundet me thonë, me bëni pyetje. Çta e ka ngrit Abdul Karim al-Khudairi, thot po do me lexu tekstualisht me e pa sa e rëndësishme është kjo. Thot qad yaqulu qailun. Thot ndoshta një thëns. Hal yalzimunu al-inkaru ma'a al-ilmi an أو غلبة الظن بأن صاحب المنكر لا يرتدع ولا يرعوي thot a kom detyrimune me ndal të keqen të x personi kur unë e di se ai nuk ndalet për të keqes, nuk merr mësim. Shpesh na ndodh neve që kanë ndodhur që pse s'pi fol vllau tan, pa lebe hoj se s'merr vesh ajo tan. Zban kështu i dashur jam. An nata'iju bi yadillah. Rezultatet në dorën e Allahut, suksesi në dorën e Allahut. Ata përmendin një shembull për me kuptu që nuk bën me thonë kështu s'bën, nuk bën me thonë nuk ja bes ndin ky, ja bes merr vesh ky. Rastin më të bukur e kanë dashurit e mi me Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. E dini Omerin e madh kur u shku me mbyt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tu shku rrugës e ka pa një bashkëqytetar në Mekas. Ka thonë, Omer, ka shkon me shpatë, kanë zhitë shpatën, Omeri, si Omer mo. Ka thonë, Allah, po shkoj me mbyt Muhamedin, sallallahu alaihi wasallam. Me mbyt ato, thotë, edhe tani mu dorëzune te Banu Hashim, te fisi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thonë, veproni çka, edhe mu çetsu kjo fitnë mes kurrejshve. Ani ka thonë, mirë, veç ma përpara shko te motra jote, ka thonë, se motra jote është bë muslimane me dhondrit tënd. Ka thonë, qysh? Do qartë Omeri edhe ka kthy rrugën. Kur është shku atje, biseda është e gjatë, unë e dini çysh e ka pranuar Islamin Omeri, po ku është shahid? Ajo pika që unë e përmendi me ndërlidh me temen, kër e ka kërku letrën Omeri, që ju në konë të lexu pe Khabab ibn Arat, ajetet e surës Taha, i ka pasë ndorë Saidi, dhondri vetë. Omeri ka thonë, ama ta lexoj ato? Ka thonë jo. Në transmetimin thonë, ti e i ndytë. I ka thonë, motra vetë, motra Omerit, gruja Saidit, për thotë burit, jepja thotë se për asho Islamin sy Omerit. Ja ka nisë me kefja, Omeri më pësi vala, Allah i ka thonë, magartë e Khattabve. Magartë, gomartë e Khattabve, bonë musliman ma për para sa Omeri. O tha jepja, tha se unë jem të e po Islamin. E nxe, vlau, motra, e din motra vlau në qfara, vlau e din motrën, vlau, e nxohin. Ja ka po Islamin si Omeri, ka thonë, jepja ka thonë sa Omeri ka me pranu Islamin. E pranoj Omeri Islamin, se pranoj? E pranoj, edhe ti. Mos thuju në jo zdu. Ti, mas parti, krye obligimi për balti se e ki wajib me e thira ta. Allahu që thot në Kur'an,
Wa idh qalet ummatun minhum lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikahum. Kjo bisedë mes Beni Israelëve. Të mirët, po bojnë bisedë njëri me tjetrin. Ju e dini, te Beni Israel të mirët janë konë dy tabore. Cili tabor? Tabori që kanë urdhnuar të mirë kanë dalë piskesës, a tabori që ka thonë, lese këta Allahu muhlikuhum, Allahu ka mi shkatru këta. Ama që këta që kanë kuptu drejt mesazhin e orë. Se këta për i thonë, pse për i këshillani, tha? Pse tha ju për i këshillani? Një popull që Allahu do t'i shkatroj ata. Do t'i dënoj ata me një dënim të ashpër. Çka than ata që ishin këshillus? Tha, ma'dhiratan. Mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Arsyetim të Zotit. Ndoshta ata kanë më kërkujtu, ndoshta ata kanë më frigu. Na ju folim njerëzve, a udhzohen, a nuk udhzohen, a e pranojnë, a se pranojnë, nuk është çështja jonë. E jona o belligh ma unzila ilejk. Kumtoje ti ato që tu ka zbrit o Muhammed. Para më do Allah i ka thonë Muhammed s.a.s. Kur Allah i ka thonë Muhammed s.a.s. Kumtoja u njerëzve ato që tu ka zbrit ty. Edhe në ti dush me po qështu. Dush me marrë ashtin hesapa ta mjanis. Me i detyr, jo. Ti i thush, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi s.a.s. Kështu është urdhëru, kështu ka urdhëru feja, kështu duhet me bo. Në fund a i zdon, a e ka zgjedhur rrugën e tij. A shqon, do më thonë, ne pa tjetër, pse? Se është një hadith që ne ka përmend Imam Ahmedin, musnedin e tij, wallahi është hadith kërsnus. Qysh ka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është hadithi Adi ibn Umayra, قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب عامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم. الله thot Allahu, me të vërtet, Allahu nuk e dënon një popull të përgjithshëm, populli do thotë në përgjithësi, me punë e njerëzve të veçantë, do më thonë gjunaqarëve. Nuk e dënon derisa ta shohin të keqen mes tyre, kanë mundësi të ndalojnë, kanë mundësin me ndalu të keqen, nuk e ndalojnë, atërë kur e lënë, nuk e ndalojnë do më thonë të keqer, atërë Allahu i dënon edhe të veçantit, edhe të përgjithshmet, i dënon krejt e mek. Apo që sa më rëndësi është me ndalë prej të keqes. Pastaj Imam Buhariu ka përmend një fjalë pas ajetit, ka thotë, wa ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadhiru min al-fitan, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për fitnë. Do të thonë, për fitnë duhet me paralajmëru. Çu shtam, çfarë përmendëm në mukaddimën hyrje të ligjëratës, ulemat selefi kanë jepur rëndësi kësaj teme. Ka shkruar libër për këtë punë. Krejt librat, meri kutubut tisa, librat, 9 librat, më të mëdhtë hadithit. Në secilin ki hadithe për fitnë, që i kanë përmend. I kanë jepur rëndësi, so shumë rëndësi kjo. Atëre te ajeti që thot Allahu subhanahu wa ta'ala, veç edhe një pjesë edhe po kalojmë te hadithi, ku thot Allahu wattaqu fitnatan. Çka është me qëllim dhe frigojuni prej fitneve. Çush duhet mu friguna për fitneve? Veç me pas dromë, thonë, Allahu në tutna, ja. Ulemat ka thonë, taj'al al-wiqaya. Wiqaya, çka wiqaya? Me qit pengesë mes te dhe fitnes. Mi behoq që këtë pengesë çka ta bëjnë 20 çka? Ja, ati qka vikaja? Vikaja ma e mirë është qka? Ilmi, dija. Dija e pastër shariatike. Kër e merë ti dijen të pastër shariatike, vallaj ke më rritë për fitneve. Nëse Allahu, bajen mend i dashur jam, nëse Allahu të mbush zemrën me dije, në zemrën tonë dhe ka dije, pasha Allah kime i dalu fitnet. Epse fitnet o zërë me i dalu që shtatë Sufjan e Thauri, Sufjan e Thauri thot fitnet janë sikur se mjegulla. Thot kalorësi i cili është të kaloru në për mjegull, nuk mundet me gjetë rrugën, se mjegull është. Kur e merr vesh rrugtimin e tij o të shku drejt ajo, thot kur largohet mjegulla. Edhe në kohë të fitneve, mos të mendja ty edhe mu me thonë unë, se e pove, na, tash unë vesh për bëjnë, unë kom marak që është vesh me qu selabet leta. Fitnet kër i patëm prej 2012, 13, oho, sa kush o bo qafer, sa kush o bo burgji, ka dhe jo kjo burgji, kjo kështo, kjo ashto, me terma, po, që tash,
Tash dela, jo, ish dal njënin një ditë me video, po ma, tash ti bën të ube sa dush, ama di sa e vladin e kelon jetim ti, sa gruja është mbet pa burr, sa nana mbet pa evlad, e qysh hoxh më rujt, wallahi billahi që qapi thot hoxha, pasha Allahu nuk e një halan një musliman nuk e një, i cili kanë dejt afër ulemave edhe oran fitne. Nëse te e din ndonjë, hajt posh zotin, hajt e kallzom se na dalim që ashtu përzihem me njerëz, folim, unë dal ju fal njerëz, do të thonë se është njëri kanë thonë për filonin, u kon shumë afër ulemave ora, s'ka shans. Si të largosh pi ulemave të vërtet, pi atyne që me të vërtet kanë dije, vallahi billahi, veç duhet aty sin e ki pasin në ring aty kur të mshana i knockout që vjen referi veç ti nxje. Veç duhet me ti nxje kur ki me ra, edhe ka më të kry loja, ki me dal pi lojës. E nuk ka fitnë më të madhe i dashur se Allahu me të sprovu çka? Me të sprovu Allah subhanahu wa taala në dinin e tij. Hadithi i parë që e ka përmend është hadithi që shtam i Ibn Abi Mulejkes, që transmeton pi Esmas. Pejgamberi sa thot ana ala al haud. Haud çka tham është një kru pi kruve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse po du mundal që tash te haudi? Se për haudin ka muhabet. Ka grupacione në islam të cilët e kanë mohu. Ka thonë nuk është metafor është. Është metafor. Nuk është ekzistus. Është formë metaforike që e ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ju çfarë imagjinuna subhanallahu alazim. E bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i cili domethënë pas sa përdor ka metafori për ti ato. Iluzion i tij. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wallahi, a para në dy marr me thonë sash, po them kështu pe. Se unë e du të thjeshtën. Më thorë dikush me thonë ty filozofat, vjen lezet ajo. Jo ndo budall, që se jatin të ekhiru zemonit, ma ka qef mi thonë filozof, se mi thonë për shambull hoxha, djetara, ku të ditë, thore, filozof. Qysh ka thonë Shekull Islam Ibn Taymija, rahmetullah alej. Filozofin, budalla se mërvesh, të meqmit s'ka qka i vynë. Ja, si vynë. Të vëllaj të meqmit s'ka qka i vynë, se Kurani o zbrit qartë. Sunneti është i qartë. Si t'ja shet dikon që ja ka nis me filozofu, dije saj, i btaada o largu pej wahjenit, pej Kur'anit dhe sunnetit. Kur'ani dhe sunneti është i thjesht. Ajo arabi, ajo nomadi, edhe në nomadi thojnë njeri cili nuk ka shtëpi të veten, me çadrën e tij lëviz pi një vendit një vend. Arte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, men alladhi rafa'a as-samawati wal ardh? O Muhammed, kush e ka ngrit tokë e qiell? Ka thënë Allahu. Men alladhi basata al-ard? Ka thonë Allahu, kush e ka drejtu tokën? Allahu. Menin ledhi nasab el gjibel, kush i ka ngull kodrat, ka thonë Allahu. E Allahu arsela i lejna rasulen, a Allahu të ka dërgu ty pejgamber të nga, po. Allahu të ka urdhru ty me 5 kohë namaz me na urdhru neve, ka thonë po. A Allahu të ka urdhru ty me zeqat, me agjerim, me haq, po, në fund. Ka thonë, as ka me shtu, as ka me paksu o largu. Që ka thonë pejgamber s.a.s. In sadak dhe khalel gjenne, nësa i sinqert në gjennet. Dini i thjesht, amëre? S'ka nevoja, me dosht, akiden, me bo, me nahi mendja neve, për 15 që, ja shtar 15 pak auton, për një orë 2, ma mërë mendja me ebrin Allah, etikadin e ehlusunnetit, krejt në pikat, shkurta, tak, e ban, s'ka nevoj, min bajt 800.000 ligjerata, me kalzu që shbesan ehlusunneti. Muhamedi s.a.s. o ull, i ka ardha, pëtan, hadithi i Omeri, radiallahu anhu, hadithi i madh, që ka thonë, ardh, Omeri transmetot, idh dakhala alejna rajulun, la na arifu, ana hini njeri, nuk e njefshim. Edhe në hadithin, qka është islami, qka imani, qka islam, këtë islami, përsa, që akida, a da kur thur, akida, ta jep një farë përshtypje, se ti, ne kena mpet je majnë Hasanit, du me majtë Hasanit, jo, be, shumë letë, akida, shumë e letë. A di kur bot akida e letë? Kur ai i cili e din mirë akiden, ai ta thjeshtëson. E kur ai se din për veti mirë, ai ta bën tani, ta bën bazen krejt. Allahu boft rahmet. Atëherë thot se e kanë muhu haudin. Ka thonë haudi është, do të thot, inexistent. Është përdorje metaforike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo, hadithe ka mutawatira, që kanë transmetu shumë sahabe hadithin e haudit. Pastaj thot, ana ala al-haudi antadhiru men yaridu alayya, unë do t'ju pres të haudi jam, kush kalon aty. Do të merren, thot, disa njerëz prej meje, unë do të them jon ummet jam. Çka nuk kupton që kjo ummet jam? Qysh ka thot Abdul Karim el-Khudairi hafidhahullah.
Thot, ya'rifuhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam imma bi'ayanihim li mu'asiratihim lahu sallallahu alaihi wasallam. Ose i njeh thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta, i njeh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me emra të përveçëm. Si me thonë, unë për shembull me thonë që tash pezojmë, unë e një drinin. E një drinin, so është i pejes, është xhamat në Kushumli, vjen falet në Kushumli, a e një se një. Ose thot e një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i një këta persona me emra të përveçëm, ose i një se jo në kohën e tyre. Si për shembull, ti në Prishtinë këtu, a ki plot Prishtinali që i ngjeti, i një si figura, dhe valla po Prishtinali nuk e di çfarë ka, nuk e di çfarë të fesor, nuk e di çfarë punon, nuk e di kur, ama e di që Prishtinali. E di që bashkohanik. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, kur thot këta janë për ummetit tem, ose janë që i një me emra të përveçëm, ose i një se kanë qenë në kohën e tij, me cilësitë edhe alametet e tyre. Çto të më bëni pyetje? Pesha andi o konë dërth në Trubovc, andi së përgjigjet. Qush ka me në njoft neve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kush e din? Okej, një. Ka diçka tjetër. Ha? Avdes, edhe diçka tjetër. Qush ka me ditë për shembull, pezojmë. Qëta kur e përgjigjen, besoj që e merr një vesh, po s'ka gojle. Hajta pet për përmendi drinin. Dhe përmend alere. Qysh ka me njoft pejgamberi sallallahu alajhi wasallam drinin, për thon kushtimisht, mi thon drinit nesër ditën e Kiametit, mirë se po vjen odrin Radoniçi. Ha? Kush tha? Vet drini ja po. Mos salavatit dashur themi. Apo çfarë vlerë ka me thon Allahumma salli ala Muhammed. Se ka në hadith thot kur robi thot Allahumma salli ala Muhammed, një melek shkon i çon selam, i thot ja Rasulullah ka bo filoni selam. Allahu na bo bashkë me të në gjenet, ja Rabbel Alamin. Pastaj vazhdon hadith thot, fa aqulu ummeti, fa yaqulu la tadri ma mashaw ala qahqara. Thot unë këta janë për ummetit tem, thot ti nuk e din se këta janë çka? Mashaw ala qahqara, kanë boridde. Janë borën e gat, e kanë lënë fen, janë kthy mbrapa. Ju e dini fitnja e më e madhe që ka ndodhur pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thuhet veç Taifi, Mekka edhe Medina kanë betë në Islam. Taif, Mekka, Medina. Krejt janë ndodhur për ditit. La ilaha illallah. Fitna e madhe. O konë për fitneve më të mëdhaja, o konë do më thonë, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qëta Ibn Abi Mulejke edhe kjo të rëgon wajib për besimtarin, thot Abdul Karim el-Khudejri, është që kur të ndëgjon diçka rreth fitneve me bo dua. Çka me thonë? Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina au nuftan. O Zot, o Allah, kërkojmë mbrojtjen tënde nga kthimi i besimit të mëparshëm ose sprovimin në fen ton. Me të sprovu Allahun dunja, me të dek baba, me të dek nana, me të dek gruja, me të dek e vladi, me të dek vllau, me të dek daja, me të dek migja, me të dek shoki, këtë të në sprova. A me në këtë sprova të i kalushme, pse? Se dunjaja është sprovë e përkohshme. Ahireti wal akhiratu khairun wa abqa. Ahireti i përjetshëm. Në dunja ka dek nana. Dush me, a di kur du të me kojt për nanën kur dek në dunja? E ti kanë se dhimet nana. Du të me kojt nëse nana të ka vdek pa namaz. Nëse baba të ka vdek pa namaz. Nëse vllau të ka vdek pa namaz. Vllau ju me kojt, du të me kukat. Po nëse nana u konë besimtare, baba u konë besimtar, vllau u konë besimtar, ndarja është e përkohshme. Në ahiret biidhnillah taala u me rëndësi mos mu nda. Ama Allah me të sprovu në dynja në din, me të hi karabishtat, qëta, unë mendoj që të zeman, kësha pas qef si porosi, se për ju se cilë jeni ma i ri se unë qëto, e jeni të ri, ama net për jelen hoxha. Kur të bëni do, non-stop, një pjesë do asë, o Zot, ruma dinin, o Zot, ruma fen, o Zot, ma bëj fetarin ti me ta ken fetarit pastërt, jo me karabishta. Se koha për karabishta është e madhe. Jon këto rrjetet sociale avotan, që na të shtat për momentin na tu fol çtu diku që parafasisht 90 veta, 100 veta janë ty na përcjell bashkë me ne çtu. Apo çfarë çfarë zemoni këtu tash, pikë këtu në 100 vjen jashtë në Amerikë, një në Afrikë, një në Tanguzi, një atje tjetër. Edhe gjithçka ndëgjohet. Gjithçka del këtu. Ti dush me i hap syt mirë, edhe duhet me lut Allahun, Allahu me të bëj taufik, me të jap Allahu sukses, me gjetë ti një hoxh që ai s'ka me ta ndryshu
edhe nuk ka me të bo nesër, me të thonë pejgamberi s.a.s. Suhkan limen beddele ba'di, larg pej meja ai që ka ndryshu. Allahu mos na bof për tëne, ya Rabbel Alamin. Për që ta dashurit e mi, pse ka bojë Ibn Mulejke këtë dua? Se është një hadith dashurit e mi që selefin i kalon pa flajt. Neve a ki pa ka njerës, dikon e lem pa flajt kush? Provimi. Atë ka bova ki pa, Allah dhe mu ka bova ki, zotin falë të më drejtoft. Edhe na kërë i kështu do provimi atje në Medine, i ke gjumi, zdi që ashtu i gvet. Në bas provimi tani të kap gjumi. Ama na që stena, zotin a falë të në drejtoft. Selefit ju ka ik gjumi kër i kanë dëgju ajetet dhe hadithet. Omeri kër i kanë dëgju ajetit për surës Gjethje, është të ra në shtrat që thojmë na janë orë dhe kanë vizitu si bukon smut. Që të hadith që ta shikon me ledzu, ka pas pejtëre ja u ka ik gjumin s'pej selefit, ka pas pejtëre i ka rot fik kër ja kanë lezu, thudhët për Hasan al-Basrin, kër e kanë dëgju këtë hadith i ka rot fikt. Cë në hadith? Hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la amalu bi amali ahli al-janna. Do kush për juve thot bon punë banorëve të xhennetit. Derisa nuk mbet mes tij dhe xhennetit çka? Në plom. La ilaha illallah. Mund është i 60 vjet më fal. 70 vjet më fal. Të dalë shpirtin zotin arrujt bën shirk, ose e bën një punë që ajo punë të bën me hinë zjarë xhenemit. Hasan al-Basri shta kur e kanë di karat fikti karat. Që kjo hadith s'tjep as ty as mu siguri. Na nuk dim, vesh elusim Allahun dhe shpresojmë se besimtari vërtet jeton me shpresës edhe frigës. Që ka thonë Ibn Qayyim rahmetullah alejh e ka jap një definicion të bukur. Ka thonë besimtari jeton mes shpresës edhe frigës, edhe ka marrë shembullin e një shpendi, një zogu. Thotë sikur se shpendi. Dy krahërorët e tij janë shpresa dhe friga. Trupi i tij është tawakkuli, mbështetja në Allahun. Nëse njëri prej dy krahëve lëndohet, shpendi s'mundet me fluturu. A e ki pa, si t'ja vron një krah zogut, a mundet me fluturu? S'mundet. Apo she? Pa tawakkul, mbështetjen në Allahun dhe pa shpresë dhe frig pe dënimit ti, na nuk mundem me ikte Allah subhanahu wa taala. Selefi ju kanë tut. Ka pas me selefit kanë bo punë të mira, ton jeta ju ka shku të bo punë të mira edhe ju në tut. Edhe Allahu na ka kallëzu gjendjen e tyne. Dhe gjej këtë ajet që Allahu na ka folë për sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të ngjashmit me ta. Thot Allahu, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Thot ata të cilët kur e japin ato që na ju kena jep, zemrat e tyre dridhen. Na sot çka? Ka pe neve kur jep sadaka, vjen hoxhës xhami prut diçka për xhami, jo për hoxhën. Don hoxha më marr më aqit më abon një ram, më aqit në xhami aty më thon filan festek na ka 50 euro. Po pasha zotin, do dojnë gazet me uqit. Do dojnë statusan TikTok, sifar Facebook me thonë, filoni i biri filonit, kontriboj në xhamin tonë për katë. Po psa i jebe për hoqena? Po ti ki jep për Allahun, mari dashurëm nësi ki jep për Allahun, kemi gjithë Allahu. E që shëngon sahabet ta, walladhina yutuna ma atau, wa qulubuhum wajila, ata tha të cilët, kur jepin atë që na ju kena jep, do thot për pasurisë tëre, zemrat e tëre kanë plot frikë, nga që do të kthehen te Allahu. Pse kanë thonë Aisha e ka lyp këtë ajet më ia shpjegu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Çfarë shpjegimi ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtij ajeti? I ka thonë Aisha, ja Rasulullah, a jon ata që pinë alkohol, vjedhin? Aisha ç'është ka vendu? Ka thonë ja, jo, ka thonë o bia e Sidikut. La ya bintu Siddiq. Jo o bia e Siddiqut, walakinnahumul ladhina yasumuna wa yusallun wa tasaddaqun. Thot ata jon që falen, agjerojnë, jepin sadaka, hum yakhafuna an la yuqbal minhum, po ata kanë frigën që ndoshta veprat e tyre nuk pranohen. Çfarë do të më pas ti në frigën? Namazin e bën, pas namazit, jo se këtë na po do, kanë do, Allah i kabul. Ani det ti bën Allah i kabul, po s'kem nevojë na më thonë Allah kabul. Duhet më thon zemrës tame, unë më thon orë në zgoga. A thu valla më pranu gjë namaz që e fala unë. Agjerimin, agjerova, sot kush ka agjeru dite hona, o kom po, a sunet ma agjeru. Sot kur e ka bo iftar, tu bo iftar, me thonë, ja rabbi, sëm të leke agjerova për ty. A u pranu agjerimi, jam marrë se ta thonë. Që kjo kon gojlja e muslimonëve të mirë partë hershëm. A do në minë gjesu sahabëve. Që është ka thonë, a i poeti ka thonë,
tashabbahu fa in lam takun mithlahum përgjasa. Edhe pse nëse nuk je sikur sa ata, përgjasimi me të mirë të shpëtim. Ata nuk kanë si Abu Bekri, ata nuk kanë si Uthmani, ata nuk kanë si Alia. Ç'është shtën kon ata? Çka ka bëu Omeri? Wallahi kanë erë Zoti më fal, do ndoshta e kam gabim, e pa çka gabim, Zoti ma mundsof me përmisu këtë gabim. Veç me përshtypjen që çka ka bëu Omeri pi sahabëve të më s'ka bëu kurkush. Është fjala në futuhatën, shilirimin e Islamit, tokave. Apo, ç'është ajo? Ama çka ka thonë Omeri kur kon të dek? E ka qitë kryt më prehen djalit vet Abdullah ibn Omerit. I ka thonë, djali jam ka thonë, heke prenin, qitë ma kryt në tokë, e Allahu sigurisht është të mpa, thot, e ndoshta ka me më shiru. Ja Allah, Omeri që e ka rëgzu parandërim persiane, Omeri që kërë përmen, emni Omer, o dridh dynjeja, o dridh. A arre delegacioni pi Bizantinëve. Kër e kanë panë të flejt, ku ka flejt? E ka pas palatin e madhë Omeri, a këndi që ka pas palat Omeri? E kish pas një palat madhe, kish pas. A ti të kon pallati Omerit? Palmat e hurmave në qytetin e Medinës, ku e kanë zonë në hije që aty ka flejt. Ora me flejt, kur orë delegacioni, e kanë lypë, kanë thonë, ko Omeri, kanë qo? Kanë, që kjo Omeri, ja? Që kjo është Omeri, që kur përmendet emni ti, të na, a ti kush Omeri? Thot, sa shemona vesh ku ka Omeri. Edhe ka thonë ai, qafire, ka thonë një fjallë të madhe, ka thonë, atë boft mirë, ka thonë, këtë gjumë që e të e bo, se mos më pakon ti i drejtë, s'kishe bujt me e bo gjumin kështu. A do në mi përgjasu që se ne? A në kujtojmë që tash në pineve ka, e blen një kërtë mirë, sa da votan, a kujtoj që o hi gjennet. Ja, bes, lasër është e, një tërmet pak dritë, dërrët, e qënë për çka? Për hekra. Ola, e ka po një shpi dykat mirë, me pak, i ka por, ka uqat Versace, Tersace, Përsace, kërejt, një zilzale, tak, shkoj, një djallë haramsus, të vjen të shtinë kamata, vjen t'i bari krejt. Ama nëse ti e musliman i mirë, nëse ti ki veprat mira, nëse ti ki pun për Allah, subhanahu wa ta'ala, ato nuk hupin, kur s'hupin. Kur hiq s'hupin. Allahu na bëf për vepër mirë dhe ja Rabbel Alamin. Pastaj hadithi tjetër që është edhe po vim ka fundi, bani sabër veç pak se s'kam qa me bo, unë që shtu jam si kurse lokomotiva, deri një orë ma shumë se zgasim, se s'mundem me ka përthy, se sot në e zgjat kjo pak se ke edhe hyrja, po në herën tjetër inshallah ma pak. është hadithi i an Abi Wa'il, qala Abdullah ibn Mas'ud, Abi Wa'il transmeton bi Abdullah ibn Mas'udit, se Abdullah ibn Mas'udi ka thonë, se pejgamberi sallam na ka thënë, thot, ana faratukum ala al-haud, unë do t'ju parapri juve të haudi. Unë jam para juve të haudi. La yurfa'unna ilayya rijalun minkum, do të ngriten, do të ekspozohen, do të sillen para me disa burra për juve. Hatta idha ahwaytu li unawilahum, disa bona thot gati unë më jap aty në me pi haudit. Ikhtuli gjuduni, mi marin ata përveç meje, mi largojnë për meje. Fa akul, ej rabbi ashabi, thamë, këta janë shokët e mi. Këta janë shokët e mi. Ta shtë që kjo fjalla janë shokët e mi, se me shto fjallë, janë gëzu shijat. Shijat rafidat, hedahumullah, Allah ju zoft, nëse si ju zonë toka për i tëru pastroft, i kanë marrë shtu hadith, e kanë, ha, përshe? A përshe ka thonë pejgamberi? Apo thot, se ta unë për ju thomë, inshallah s'kanë mesin e ju atë. Se ju pishonë këtu në TikTok kanë erë disa të hiqë shtu me do farshia, hala vetë si kanë mësu mirë itikadin e tëne, shkanë me shia me polemizu. Ma Allah vjen, masën, ajtë vjen të sot, një natë vallaj, një dresh pi dresh një vau, tonë. Tëne, i thëjke njën, i thëjke, që dhe libri ma i vërtet ju, i thëjke, Bukhariu, pas Kuranit, a qashtu? Ja prujke hadithin, ama ja prujke hadithin, a i komentojke me mente ti, i ho me mente që është komentu të musliman gjenerat pas gjenerate. Edhe a i të vend të apru këtë hadith, thot, innhum ashabi, se adi që ato në shijet. Kur ka vdek pejgamberi s.a.s. sa janë mbet në islam? Thot janë mbet në islam as sa gishtat e dorës. Pasha Allah në ka logik që ka. Se janë mbet në islam, as nënd veta, thojnë, la ilaha illallah. Të vëthonë, në hajgjetul wada, 124.000 sahabe thuhet bilem, 140.000 përmen, dikush një për ulemave, thot, 140.000 sahabe ju në konë në hajgjetul wada. Kërejt i rëtet dua, këjta,
Ja, o Rabbil Kabe, jo, po, njeri kur zdin, edhe i ka punë me epsh, i merë punë me epsh. Qysh kuptohet kjo? Fa aqul ej Rabbi ashabi, këta janë shokët e mi. Qysh ka thënë Sheikh Abdul Karim al-Khudairi? Li'annahu ya'rifuhum imma bi'ayanihim aw bi'awsafihim, ose i njeh thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me emra ata, i njeh ata me emra. Me emrat përveçëm, ose i njeh përmes cilësive të tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë taku plot, ka kanë ardhur pim nomadëve. Ama çdo kush që e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a quhet sahabi? Ha? Qysh? E ka pranu? Ja, s'mjafton. Ha? S'mjafton. Ahsente, përshë këti plëtsut. E tha, musliman, e ka taku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o deksi musliman. Çto tri komponente kur bashkohen te një person e quhet sahabe. Ka plot që e kanë pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë pa të mos me qenë çka? Musliman. Ebu Jehli. A është për umetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Është. E ka njoft pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ka njoft. Ha? Për atë arsye, ulemat i kanë jep këto kuptime, kanë thonë, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i njeh me emrat vetëm, ose i njeh përmes cilësive që mund të më konë zotin arrujt unë e te, e njeh përmes atharul wudu, për shenjave të avdesit, ka plot për muslimanëve që kanë bo gjunohe, edhe gjunohet e tyre jonë sebeb me hinë xhehenem, e tani dalin për xhehenemit. Kjo do të thonë kuptimi i drejtë i këtij hadithi. Edhe hadithi i fundit, dhe me këtë e përmbyllim inshallah taala, është hadithi çka do më përmend shpejt, veç fundin e saj se të njëjtën tematike ka, se tri hadithet është të njëjtën tematikë me ndryshime pak, po do më përmend këto të fundit, do më thonë, çka është shumë e rrezikshme, thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mu distancu, se çka thotë? Suhkan liman baddala ba'di, larg për me ata që kanë ndryshu. Do më thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mu distancu prej atyre që kanë ndryshu për dinit Allahu subhanahu wa ta'ala. Për fund krejt, po e lexoj veç edhe një pjesë të fundit që e ka përmend Abdul Karim al-Khudairi dhe përmbylli. Në këto hadithe, apo në hadithin që e përmendem, innahum ashabi, ata janë shokët e mi, thot Abdul Karim al-Khudairi, nuk ka asnjë mbështetje për rafidit, për shijat. Dhe armisht e sahabeve, sepse pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk janë dalë prej fejes asnjë prej sahabeve të mëdhtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përmendet një që ka qenë, po këta jonë hinë të arabt, që jonë orë nomad, që hala imani s'ka hinë zemrat e tyre. Ju e dini, kur desh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjysa e arabëve dolen pe i fesë. E ka pe i tyne që njëherë ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka po veç njëherë, po ka dalë me njerë pe i fesë, ajo nuk ka mu shok i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse çka tham kushti me qenë shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka është? Me vdek me iman. Ata s'kan vdek me iman. Një pitune që është përmendur është edhe Ash'ath ibn Qais. Ash'ath ibn Qaisi është një prej murtedinëve që ka bërë ridde. Kjo do të thotë ajo kuptimi i drejt i këtyre meseleve, besoj që u nguta shpejt, e di që kom zgjat sonte më bëni halal, po inshallah taala me 17 nëse zgaboj i bjen takimi jonë i ardhshëm apo e kem një kapitull që pi kapitullve shumë interesant, që ka emruar Imam al-Bukhari, fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë se tarawna ba'di umuran tunkirunaha, keni me pa gjëra të cilat keni me urrit. Allahu ju shpërblefte ju nderoft, ma bëni halal, atu ka kom qellu për mirësive të Zotit, ku kem gabuar për me dhe shejtanit, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju shpërbleft.